Mirëmbrëma, doktor. Kam ditë që më mbledh një lemsh i madh këtu në gjoksin tim, për arsye sepse fermerët e Lushnjës para një jave janë ofenduar. E them këtë, ajo fjalë e shkruar në atë tabelën atje fermerë është fjalë e bukur. Kurse Edi Rama u ka dhënë fermerëve një emër tjetër, bujkërobër. Dhe këtë e ka bërë me të gjithë planin që po bën ai në drejtim të subvencionimeve, në drejtim të çmimeve dhe për politikat që ka bërë. Doktorë, nuk duhet zgjatem shumë, po 3 gjëra janë të detajuara. Çmimi i naftës, doktor, e ka çuar 18.000 lekë plugimin. E ka çuar 15.000 lekë frezën. Dhe e ka çuar koston për një hektar 2,5 milionë lekë. Për një kulturë misri, apo gruri, apo diçka tjetër. Atëherë sa janë të ardhurat? Fermerët le të më dëgjojnë edhe gjithë Shqipërinë dhe të bëjnë llogarit. Çfarë po ndodh? Ku po na çon kjo lloj? Ka ndonjë diçka tjetër për mashtrimin e Edi Ramës që bëri midis atyre njerëzve që unë shumicën e tyre i njoh dhe i kam miq, janë edhe njerëz të ndershëm, po brenda kishte edhe patronazhista. Patronazhistat le të flasin tash mbas fjalës time çfarë të duan. Po një gjë është e vërtetë. Sa rrugë ka bërë Edi Rama që neve fermerë të vemi te toka, se që në 2013 nuk është shtruar 1 metër rrugë, doktor, që kur keni ikur ju. 1 metër, le të dalin dhe këtë që po them unë këtu publikisht, le ta thotë Edi Rama sa metër rrugë ka shtruar për të vajtur fermerit të toka. Fermeri nuk po shkon dot atje, po mashtrohet, doktor, me të gjitha gjërat. Folëm për naftën, doktor. Ju keni thënë shumë gjëra. Por do t'ishte e mira t'i thoni fermerit shqiptar që do t'a bëni naftën si e gjithë Evropa. Naftë bujësie, pa aksis, doktor. Kjo është gjaku që do t'i japësh gjithë fermerëve. Faleminderit gjithëve që më dëgjuat. Përshëndetje zoti Berisha, përshëndetje gjithëve. Sot po ju drejtohem për të folur për një nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik për bujqësinë. Kuçova është një zonë me traditë të hershme bujqësore, të cilët për breza me radhë kanë mbajtur gjallë prodhimi vendas, pavarësisht këtij potenciali në realitet është ndryshe situata ku ky sektor po përballet me probleme serioze, të cilat kërkojnë vëmendje të menjëhershme. Problemet janë të shumta, duke filluar nga përmbytjet e muajit nëntor 2025 dhe janar 2026, ku shumë fermerë e kanë humbur sezonin e tyre të prodhimit dhe nuk kanë përfituar asnjë subvencion nga ana e qeverisë për të përballuar shpenzimet. Së dyti, fermerët e Kuçovës përballen me mungesë reale të mbështetjes financiare. Subvencionet janë të pakta dhe të vështira për të përfituar dhe të padrejta në shpërndarje. Mungesa e tregut të sigurt për prodhimet bujqësore, pikat e grumbullimit dhe magazinimit i detyrojnë fermerët të shesin me humbje. Ne nuk jemi kundër ndihmës që jepet sot, por ajo është e pamjaftueshme. Prandaj kërkojmë nga ju me ardhje në pushtet të subvenciononi sigurimin e serave që fermerit të mos falimentojnë nga probleme të tilla si ngricat e përmbytjet, të ulit çmimin e energjisë për bujqësinë që serat të prodhojnë gjithë vitin, të garantoni tregun me pika grumbullimi që mos të hasen probleme si hasen aktualisht, të mbështesni përpunimin që perimet të mos shiten si lëndë par me çmim qesharak, të hiqet nga çmimi i naftës taksa e qarkullimit, pasi është një taksë e padrejtë që ndikon direkt në rritjen e kostos së prodhimit, të subvencionohen plerat kimike. Duhet të dëgjoni zërin e fermerëve për problemet që ata kanë dhe vështirësitë që hasin çdo ditë. Le ta kthejmë bujqësinë në prioritet real dhe të mos lejojmë që zona si Kuçova të mbeten pavarësisht potencialit që ato kanë. Ju faleminderit. Përshëndetje, doktor Berisha.
motivohem nga ju për energjitë që keni dhe kam ardhur sot këtu të shpreh një problem për aty ku ju ishit duke thënë që parë që japin fatura, po si? Ku do i marrim këto fatura? Do më thënë, ne kemi qenë në Greqi dhe kemi parë që në fabrikat e vajt, lije i vaj dhe merresh faturë. Ndërsa sot është teorikisht, duket si një gënjeshtër e sajuar, kur në të vërtet nuk ka asnjë program, ashtu si shtatë dhe ju. Tjetra që më shqetëson, ka dhënë sa kredira kështu, si sta i zotëria, me agro kredit, për bujqësinë që i kanë falimentuar, gjithë me sera me që kanë marrë njerëz. Një ndër ata jam dhe unë. Tjetra që më shqetëson më shumë nga të gjitha është për gjithë ta të rinj që po ikin nga fshati duke menduar se fshati mbaroi edhe s'ka model zhvillimi për më tutje, na është bërë trendi Tirana, na është bërë trendi Gjermania, se dikur kur kam ikur unë djalë i ri në Greqi. Edhe shumë si ne këtu. Por problemi është që kush do punoj mbas sa vitesh kur ne mos jemi me ta të punojmë. Sepse gjithandej flitet që do punoj dhe presion, po pastaj kush do punoj. Jo po thot dikush do vinë zezak, do vinë zinj. Kush do vinë, kur do vinë? Kush do ta vjeli si vjet ullirin? Mendohet që do ketë një prodhim, një super prodhim. Kush do punoj si vjet? Ku do i gjejmë forcat punëtore? Këto janë problemet reale që na shqetësojnë gjithë trevën e komunitetit Berat. Ju faleminderit. Përshëndetje doktor. Përshëndetje paneli, përshëndetje dhe gjithë pjesëmarrësit e këtij takimi. Banori i njësisë administrative Roshnik, Bashkia Berat. Mendoj që duke ngritur disa probleme, do të shpreh edhe mendimin e banorëve të asaj zone. Tre janë drejtimet kryesore të prodhimit në atë zonë. Është ulliri, është rushi, është edhe, do ta quaja endemike atë kulturën tjetër është fiku i Roshnikut. Për cilësinë e prodhimit edhe sasinë e prodhimit. Është një produkt që prodhohet vetëm në atë zonë, me atë cilësi që ka e tjera e tjera. Fermer të shkëlqyer, punëtor, dashamirës, mikpritës, të gjitha anën pozitive i kanë, por çalojnë disa gjëra. Çalojnë politikat agrare të qeverisë në lidhje me këtë çështje. Zero investime. Por rrugët e toka për vaditje e tjera. Cilësia e tokës e shkëlqyer për prodhime. Cilësia e vajit të ullirit, cilësia e rushit që prodhohet, cilësia e rakis dhe e verës, e pëlqyeshme dhe e kërkueshme, por e dyta, të them zero investime nuk e them dot. Por ato investime, subvencione. Por ato lek subvencione që kemi marrë, edhe nipit edhe mbesës t'ja japësh për ditëlindje, Ben Vakiqe do t'i refuzoj. Do i thot nuk i dua. 10.000 lek, 20.000 lek subvencione është, edhe japim fermerit 10.000 lek të vjetra, 20.000 lek të vjetra dhe thot të kam subvencionuar. Edhe këta kërkon ta heqi dhe thot do të kesh detyrimisht 3 hektar. Ku t'i gjej 3 hektar? Sa më dha ligji 7.501, sepse tokën e të parëve nuk na i dhanë, por 7.501. Sa na dhanë? Kemi 0,8, 1 hektar, 1 hektar e gjysëm, 2 hektar. E shumë ta, një familje madhe me 2 hektar. Jo, duen 3. Ku t'i gjej?
atëherë di qeveria. Dhe zero marketing. Vuajmë nga marketingu. Po flas prodhim endemik figu i Roshnikut. S'ka marketing. Pak grosistë të vegjël grumbullojnë, marrin dhe të vëshën. S'merr fermeri të vëshën. Nuk merr fermeri të vëshën, jo, është mollë e ndaluar. Është mollë e ndaluar të vëshëja për fermerin. Dhe marrin grosistët. Dhe plot probleme të tjera. Po unë këto desha të trajtoja, se edhe të tjerë trajtuan probleme, por edhe të tjerë do të ketë që trajtojë probleme. Unë të them që do të shpreh dhe mendimin e të gjithë banorëve të zonës së Roshnikut. Mikpritëse, punëtore dhe me të gjitha cilësitë dhe virtytet. Ju faleminderit.